Kushdo që vret efektiv policie nuk mund të ketë ndoshkim më të ulët se 38 vjet burg, pa lirim me kusht deri në burgim të përjetshëm. Kështu shpreh Ministri i Drejtësisë Eduard Halimi në prezantimin e paketës së reformave në drejtësi me qëllim sigurimin e jetës, sigurinë e rendit dhe sigurinë publike, ndërsa ka theksuar se është rritur masa e dënimit nga 25 vjet në 40 vjet burg për vrasjet e policit, për gjakmarrje dhe për krimet brenda familjes. Prezantojmë sot më të vendosur se kur një paket ashpër ndaj krimit si një përgjigje të domosdoshme për mbrapsin e tij. Ne sot thuajmë traditën e drejtësisë penale në Shqipëri, duke rritur masën maksimale e dënimit nga 25 vjet me burg në 40 vjet me burg, duke sjell garantimin e vuajtjes së dënimit me heqjen e së drejtës për lirim me kusht për një sër krimesh, pa patur mundësinë të lirohet, as duke paguar avokatin, as duke korruptuar prokurorin, dhe as duke korruptuar gjyqtarin. Nga ana e tij, Ministri i Mbrojtjes Flamur Noka shpreh bindjen se kjo paketë reformash është alatja më e mirë e policisë së shtetit, e cila do të ketë ndikim në parandalimin dhe uljen e krimit. Noka i ka bërë apel opozitës të dalë nga fenomeni i sulmit të pareshtur ndaj institucioneve dhe policisë dhe të japë mbështetjen për votimin e paketës në parlament, pasi mbështetja e opozitës do të ishte sinjal që po shkëputet nga krimi. Kjo paket, duke shpërsuar dënimet dhe veprat penale të rënda, do të jetë një motivim më i madh për strukturat e ligjit dhe agjencitë ligjzbatuese në vend. Doja të bëja apel edhe opozitës që të dilte nga cirkuiti i vazhdueshëm i aleancës me krimin, të dilte nga fenomeni negativ i sulmit të pareshtur ndaj institucioneve dhe kryesisht ndaj policisë shtetit. Ndërsa Ministre e Integrimit Majlinda Bregur është shprehur se kjo paket konsolidon sistemin e drejtësisë dhe ndihmon në procesin e integrimit dhe për këtë kërkon konsensusin e opozitës. Të kenë mundësi që jo vetëm ta parafrojnë më mirë legjislacionin shqiptar me legjislacionin evropian, sepse ky është detyrim edhe në procesin e integrimit. Besoj dhe mendoj se ndryshimet në kodin penal do të ndikojnë drejt për drejti në përmirësimin e situatës në Shqipëri. Kjo paketë reformash në drejtësi është hartuar me qëllim luftën kundër krimit dhe në kuadër të sigurisë së jetës së qytetarit në shoqëri e familje. Javët në vijim paketa do të kalojë në parlament dhe mazhoranca do të angazhohet që kjo paketë të miratohet sa më shpejt.